Profesor Guri, faleminderit shumë për kohën që keni ndarë të jeni bashkë me neve. Protestat për zvarrnesjen kanë tërhequr vëmendje të madhe në opinionin shqiptar. Çfarë po ndodh aktualisht në Tiranë dhe si e shpjegoni mobilizimin qytetar atje? E 12, duke filluar nga e hëna e kaluar, por dita më parë të hënës kaluar është e shtuna, që ishte një protestë organizuar në qytetin e Vlorës, pasandaj ku unë mora pjesë dhe kam bërë dhe fjalimin e parë të kësaj që po ndodh sot. Pasandaj nga Vlora u shkua në atje ku ishte vendos gardi deri në kufirin e ujit tokë, ku zaptohesh jo vetëm zona e mbrojtur, por edhe zona publike. Dhe në këtë lloj le të themi një përleshje që ndodhi ditën e shtunë, ajo dha dhe sinjalin e fillimit protestës, djela ishte përgatitje, djela e kaluar dhe hëna e kaluar, që i bie të hënë në tjerë 7 ditë, edhe sot 5 jeton 12 ditë ku rinia shqiptare nuk ka të ndalur në atë lloj organizimi nga më të bukur që është bërë ndonjëherë në Shqipëri, ku nuk ka qasje politike, nuk ka as qasje të forcë caktuar për të mbysur një fjala opozita pozitën ose kundërta, por ka një qasje antetare, shqiptare, pavarësisht se etiketohet jo ka zëra, jo nxitje, organizata, mendoj se zëri i vetëm dhe i fuqishëm është zëri shqiptar. Mund të ketë. Profesor, keni qenë ndër të parë që keni përkrahur protestën. Pse vendosët ju bashkangjiteni qytetarëve? Unë kam thjesht, unë jam ai që fura pifilin. Sepse mendoj që fjalimi në Vlorë dhe ajo le të themi shqyrja e gardit, që unë kam bërë në moshën time 70 vjeç, ku nuk e pranoja dot që toka publike ose toka kufitare të ketë garde pa filluar ndërtimi. Pra, ndërkohë, në përgjigje pyetësoj, shqiptari të cilit i usos durimi, të cilit kuptoi dhe pa që përdosja e dinjitetit, ajo që thoshte Ciceroni, përdosja e durimit në Shqipëri ka kaluar kufitën. Në kuptim që shumë individ, shumë grupe, shumë komunitete janë ndeshur me problematika me qeverinë në lloj kundërshtie ku qeveria ka shkelur hapur të drejtat e njerëzit, ka shkelur demokracinë, ka shkelur tokë shqiptare. Për shembull, ne kuptuam që diku rritesh një zonë e mbrojtur si Cirkutriti. Më lartë ishte një qytet si Manastiri, ku ministra e ateshme e Vedisit thoshte ajo Pisa për Manastirin në Sarandë. Kuptuam që Saranda do të një vepër urbane që nuk i përkiste më qytetarëve. Kuptuam lart Imara me një lloj përpjekje qeveritare se si të bëhen shto greke. Edhe praktikisht në Imara morën pjesë 2 kandidatë si e djata zoti Berisha, që vuri kandidatë Beleri me probleme të mëdha të kaluar, po edhe e majta ti vuri një kandidatë që përkiste minoritetit. Dhe pa shqiptare kjo është zonë minoritare. Pastaj më lart vjen Dermia, Derkaleja, Palasa, të cilin ishin grek. Dhe tokat aty janë profese në ndërtim të oligarkëve dhe ti nuk e mund të futesh në atë qytet. Pra shqiptari kuptoi që Bregdeti po rishqet. Kur dëgjova pasandaj që Sazani dhe Ishu edhe Ivanka Trump, vërtet, ne kemi shumë gjana me Amerikën, duam shumë avaj matare. Por të dali Ivanka Trump, e të thoi që unë kam blerë një Ishu me Zveti, kjo është pa pashme, pa tolerushme, se neve na ushit që kemi të bëjmë një Ishu që do ju pyes edhe për familjen Trump, po desha ta di, cilat janë kërkesat kryesore të protestuesve dhe çfarë realisht synoni që të arrini? Okej, atëherë që ta mbyll atë diskursin ose diskutimin e parë që populli shqiptar ndjeu që toka shqiptare po rishqet, po shitet. Edhe u kuptoi Bregdeti, po të vazhdoja që më lart do vija deri në Rjoll, deri në Bum, i shitet. Po të vazhdojë që më teja male që u po shitet. Përse me një herë ti ke drejt marrësh një mal arkeologjik, një mal pylli, një mal çfarë duash ti me burime ujore, me burime e verë. Dipo arriti që edhe altë të tjetësh. Arriti që bashkia
po të gjendet toka të ngelura nga qytetarë shqiptarë që i kanë dëbuar njërë, ka 15 vjet i kanë dëbuar, dhe me që ti e ke pronën për patrajtuar e dhe Bashkia Invest. Kjo bëri që protesta të arri atë kulm që se ka parë në njërë një forcë politike e caktuar për 36 vjet. Pa që pyete luaj që për pak që kush janë kërkesat. Kërkesat janë sa të thjeshta dhe të përbëra. Kërkesa që qeverisja aktuale, bile dhe fjalimi i një paranshuar një klasë politike totalisht e ndështuar, pra e majtë dhe djatë, të dyra, po të kuptoj dijet, që pavarësisht që Elia majta 4 stin, 4 herë, djata ndoshta atë ka dashur. 2 herë me Nurbashën, 1 herë me Berishën, era 4 ka shqip pa me Berishën, këta ka dashur që din pushtetin lëviz një tyre. Ndërsa shumë problematika që djata si oponent, opozit, mund t'ja thoshin popullit, ligje që janë përshkatru kërkon. Djata nuk i tha këtë gjë. Edhe prandaj edhe shumë njerëz në protestën, me vërtet nuk e kanë interpretuar ose nuk e kuptojnë si duhet, ama e ndjen, e percepton që ligji 2024 është që një huaj, qoftë ai Bangladesh, qoftë ai indianë qartë ka, vjen dhe merr pasaportë Bangladeshit. Ky është ligji 2024-2030. Ndërsa një shqiptar i Maqedonisë, apo i Preshevës, apo i shqiptar i Shqipërisë, mund për pasaportë në vitet 90 se nuk lejoheshin të pasaporta, ai nuk e merr kurrë pasaportë. Ky është presidenti që shqiptari e ndjen dhe percepton. Presidenti i Republikës që shkon në Bangladesh dhe ju thret pakistaneze, hajde dhe se merri pasaportën kollaj. Atë i thotë që ti po ndjen, Flora e ke plot më shumë ke tuaj se sa vlen. Do shqipuar shumë. Pra, në thulloj popin ndjeu që po i rëshjet, jo thjesht toka po se po sa zanë së let, kishporën, sema, dorës e tjera, po i rëshjet ajo që quhet identiteti kombëtar. Këtë nuk e falin. Prandaj ata e kuptuan, janë këtë bindur dhe kërkojnë tash që qeverisja e majtë gjatë për përgjigje këtë suaj. Pikë vë. Kështë thjesht fare. 36 vjet të njëjtë fytyrë, nuk ka mundësi më 36 vjet. Nuk po që ju në Maqedoni keni bërë ndryrime gjo 2-3 vjet, 4 vjet, Bullgaria gjo 6 muaj, Rumania dhe 8-4 vjet, Bulgaria ndryshoi, pra çfarë nuk do? Sa Shqipëri të njëjtë fytyrë, të njëjtë njerëz që shqiptarë edhe unë, që kam qenë gjithkohën në mbrojtje shqiptare, sikur një titull nuk kam bërë, sikur një titull kam bërë një gram të shkelje në tras të kalbur, ku të mund të kemë korupcion, të mund të kemë një fjalë kundër kombit, të kemi një plerje, të kemi një shitje, dhe prandaj edhe protestë ka dhe plakata që Sazanin ishu dhe Sazanin e japin. Pra, edhe unë bje rënd, të jem më drejtus. Bje rënd, temtare se ka plot, prandaj edhe në protestë vete, por nuk marrë fjalë. 3 ditë e para, nuk ka marrë fjalë. Nuk e mbaj vetën as në simbol, as organizator, as kryetar, as koordinator, thjesht ndjek gjallë. Profesor, nëse ju kuptoj drejt, kërkoni zgjedhjet parakoshme? Po, përjet, do ta them tash. Atëherë kërkojmë qeverit apolitike, ku mos ketë asnjë nga klasa politike përbërës në të. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo qeveri teknike, në zonën moderne ose apolitike, pa pjesëmarrës të 2 klasave politike, qoftë e marrë të gjatë, kjo do përgatisi vendin kollaj për 7-8 muaj, 6 muaj në zgjedhje. Çfarë? Majorancë e pasur, Komisioni Juridik ose Financiar, pjesëmarrje e votimeve elektronike, pjesëmarrje e diasporës shqiptare, që janë po kaq të interesuar mos më tepër për një Shqipëri e re. Vazhdojmë. Përgatitje e një ligji për referendum. Përgatitja apo lënia e një vendimi që toka shqiptare nuk shqit, nuk ka nevojë për referendum. Që toka shqiptare shqitar po shqitet në shumë turke. Që kam përësira nga shumë shqiptarë në Amerikë, kudo, që toka shqiptare të hidhet në referendum, që të tërpe më të arë njështë. Sepse të dy këta ka kuptonin në Maqedoni, në 2008, këta kanë bërë një kushtetutin me prani të një këshilltar i krejt, me prani apo me pjesëmarrje apo me në jurisdikcionin e një jurisprudent i krejt, dhe kanë thënë që toka shqiptare mund, kufit shqiptar mund të tjetërsohet.
Kjo është e tmerrshme. Prandaj edhe sot ti s'ke ku e ka Bedirani. Ai nuk e ka shkruar Konstitutën, se ai ka bërë, po ne nuk e di. Në 2008 ai ka bërë që fuqit shqiptare tjetërsore. Dhe hapi i parë, në 2008 Konstituta, po në 2008 e shequr hapësira territoriale detare. E nga Karaburri deri në Tonko, deri në Kutej. Nuk kemi ne hapësirë territoriale. Unë e tia që e shequr, por nuk si ka mundësi. E unë kam kaq luftë që bëj në përpilimin e një boti si në bërë ne për Kutej. Dhe nuk ka hapësirë, ndarja të filit profund në Shqipëri, nuk ka hapësirë territoriale. Por nuk e dije që këta e ka bërë në Konstitutë. Edhe shiti Sazan e në Konstitutë, që këta e ka dalë të tërësorë, ti në qoftë në jetë tim që Sazan ishë pa prekshëm. Soneci është kucit detar territoriali pa prekshëm. Jo, ato e kam Konstitutën. Pra, shikoni, atë si mund të lejo të ligjë. Ose ta jellim në referendum që është turqë, të përqie për referendume, e i mund të fitojnë, se ata e në mjeshtra të plerjes votës, ata e në mjeshtra që do të duja pare, por më shumë kjo i gjatë, në mosja i gjatë, më shumë, në shmjerë, ka 20 teknika se si dhile të votë, ty që shkonë në ndjakur, të si dhile të votë. A i ka teknikën, jep leje dërtimi, a i ka teknikën që fjetë direkt, a i ka teknikën e legalizimeve, a i ka teknikën e futës në punë të disa, a i ka teknikën e detyrimit të një personi bashkim jep 10 karta identitetit, a i ka teknikën e demagogjisë, a i ka pra ka 20 teknika i. Ka nevoj të dirit gjitha 200 kjo teknikë, 200 kjo, edhe a që duhet në ti. Sa të diri 100 vota i arrim 20 teknika. Profesor, të qëndrojmë te projekti i Zvërnetit. Qeveria thot se realizimi i këtij projekti do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike Shqipërisë. Pse një pjesë e qytetarëve e kundërshtojnë këtë projekt dhe mos vallë duke kundërshtuar zbatimin e projektit, po dëmtojmë interesat ekonomike të Shqipërisë? Para, atëherë, edhe një. E para një s'ka projekt, thot vetë. Nga ana tjetër, e gjetur vendimi që ka projekt. Po hade nuk e gjendon. Dile erdhi një lloj kërkese nga Amerika që është fake, është montuar me qaqosh, me IA, inteligencë artificiale, që ka apo s'ka. Edhe një, ai vetë ka thënë që s'ka projekt. Ndërkohë të tjerë kanë gjetur që ka projekt. Projekti tash thuhet, i Banka Trump thotë që kanë 1 miliard, ose kushti 1 miliard euro. Do vënë dispozicion për projekt. Ndërkohë që thonë që është 4 miliard euro. Ndërkohë që quhet projekt strategjik. Dakor, projekt strategjik. Atëherë, ose investim strategjik. Atëherë, tash këtë e mund të pyet. Investim strategjik për 400 miliard dollarësh është nafta shqiptare. Nga 2005 sa sot. Që fituar i gjeti si po, përkundër që ke naftën në shtrenjë. Po grateci, vjen Maqedoni me naftë. Shkodra, Kopriku shkojnë marrësi me naftë. Po investim strategjik është 400 miliard. Përdojmë ke energjia e ujë. Ke fituar i gjeti që ke 3-4 banja, gjithë hidrocentrale, banja, Moglica, Ashta, Bushati, ke fituar i gjeti, ja, investim strategjik është. 220 miliard euro është investimi strategjik. Ti ke investim të shtrenjtë. Nëra jo, le ble për shtrenjtë. Përdojmë, ti ke investim strategjik dhe investitor strategjik nga Butrindi deri në Deni, që ja bërë trarë si shkutesh do të me në ato, toka nuk është me jotja, nuk është me jotja toka më. Butrindi 632 hektarë, investim strategjik e ke në familë deri Butrindi. Ke fituar jeti, ti e ke trarë ose ti e ke një tokë që nuk futesh do në to që janë investime strategjike. Dhe qytetarit me një, kuptoj që ka 2000 vjetë që është lidhur me detit, lagërit, edhe sot ai e ka shtëpi 50 metër larg, nuk vetë do të më ndër. Po investim strategjik është. Pra, e ky investim në Zvërneti, në pamje strategjik, 10.000 punojnë, ti u gjen do t'i punëtor, unë gjen do t'i punëtor në Berat për shpintime. Kudoj që të merr fëmijë, kudoj që të vesh, duan punëtor. Kudoj që të vesh në Shqipëri. S'ka punëtor. Atë këta dhe një punëtor, do vinë këta, që vinë me, që do bëjnë qytetarë shqiptarë nga Bangladesh, 10.000. Qa do marrë? Do blej ai materiale për ndërtuar këtë investim një lite në material, maksimumi do marri gurë në marrët e Vlorës, si në mbushit platforma. Tjetër,
ky investim strategjik si mund të zëri hapësirën publike që quhet Hera, që është Duna, që është Pylli dhe që është Laguna. Atë ka 4 element, këta nuk bëjnë pjesë të kërcenit territori, se ajo është tokë detare, është tokë perandorake, Romaku jo, Veneciani jo, Sultani jo, 500 vjet, komunizmi jo, transicioni jo, si zeti, atje po mos jetë toka, Duna, Pylli, te ti shkon Vlorë, po mos jetë toka, Pylli, Zeman, te ti shkon në tjerë, po mos jetë Karostaja, Dunë, Pylli, te ti shkon në Lushin, sepse pjesa nga Pylli është më e ullën në nivel se nivelli detar. Profesor, slogani Shqipëria nuk është për shitje, është bërë simboli i protestave. Çfarë mesazhi përcjell sipas jush ky slogan? Po pra, ka për nga i riu nuk është i përzirë në politika deri më sot, ka qenë shumë asjanjës. Dhe parti që ai rok frymën Shqipëria e redi, nuk ta mëne si në të ishin Shqipëria e Europë, po t'i vëshre. Dhe të provini, këto parullat janë së i brëndshëm i qo shqiptarë. Edhe unë me shkollë, me profesorë, jo unë nuk përndo me njetin, nuk e përndo atë shpreje që ka i në parullën e vetë. Se cili ka tjerë parullën që i përqenë. Parulla që i e shprekur, përmosur, në sakë, digniteti, aty në lajnë, aty në familje, aty në komunitet, aty në qytet. Dhe ai nuk ka nevojë të shpjegosh, si s'po bëjmë bashkë. Ai e ndjerë të që unë po shpjegoj ty, si shkencëtar, si inxhinier, vazhdo si ambientalist, si historian, i prej pashtë që ka dhe prej krymin në vendim. Ai ndoshta se di kaq. Ai ndjen që toka, digniteti, kombi, po i rrshet. Prandaj thotë Shqipëria re. Pa këta, edhe unë, i pari që kam bërë felimin, ka thënë klasë politike të shtuar totalisht, unë jam i gjatë. Po s'mund të jemi gjatë me këtë gjatë në qetë në opozit, që ka lejuar që Shqipëria të qitë. Edhe zoti Berisha, që jemi rast konkret, thotë që edhe unë e pritë, që në 2012, kur të e për Sazani, që dha zoti Rama, a i tha që edhe unë 2012 në të heke për Berlusconi. Është pa pashë. Por nuk e kanë dashur. Por nuk e mori. Po është pa pashme që uji që vjen nga, shiko që i bërë Edi Rama dhe Berisha, uji që vjen nga Syri 4, do furnizoj, jo vetëm Apuljen, po do furnizoj Sazani, se Sazani është pa pikuj. Është pa pikuj Sazani. Fundin e ujë Sazani e ka në vetë, dhe ati kriposet nuk ka ujë Sazani, pikuj. Që do thotë, uji që vjen nga Syri 4, i Sarandës, do kaloj 10 qytesa, fshatra, lajnje, edhe sot janë ka si piku i këtyre. Nësa projekti Naro, projekti ujë ka qenë nga projekti Naro, në 1999-2000, a i të paktën në 150 milion metra kub, 30 milion e urin dhe qytetë. Ujë tani, ja investim strategjik. Ujë të shkojnë në Apulja, ndërkohë ujë të shkojnë në Sasan, ndërkohë ujë që kemi ne burimin e ujtë ftohtë në ujtë e kashve që vini ju edhe ne, është 5.000 litra në sekund, 4.600, 4.500 të shkojnë në Itali, pra, të shkojnë në Sazan tani kjo ujë. Mirë, ujë është pjesë e tokës, është sovranitet, nuk është ujë që doli nga shiu dhe tjele, është ujë tokës, bashkë me tokën për bërë sovranitet e kombit, dhe zoti Rama do t'a japi të ujë. Për ka pas i Berisha në të habitur, për ka pas dhe në anua. Pra këta e ka Shqipërinë paqen, këto ku përgjirë për të suaj, këta e kuptuan të rinë, që këta e kam paqen, e punojnë dhe e shesin dhe në tuan ata. Nësa unë kam paqen time, ma hoqi hipoteka, ja mora se e paqen për pajti, qysh, ma bodi hipoteka nga ra. Atëherë me të unë, nuk e si individ për paqen time, të është turpi, një profesor, apo një njeri i komit dhe për paqen. Po si punë ime janë me mira më të përgjike këtë sëmë. Janë me mira më që kanë vënuar pronë. Mua më vënuar në pashën dhe opori ma bodi studenti imë në barak. Ma bodi, unë s'krije pra të, aman, si punë ime, përgjike këtë suaj, janë me mira, si ku ndohur këtila prodhosje të pronë, stabiliteti, të sinceriteti, të marrënive me rukaqrin, që është i qëtë në teori. Rukaqë. Qeverisje rukaqë,
Tërë kuptimin e fjalës nuk kaq, nuk mban. Unë, që jam person publik, që shumicën i kam studenta, imagjino, i them unë kushtimesh me mua, kështu imagjino me njerëzit e thjeshtë që ai bëri ju atyre. Kjo është kulmi që njeriu sot protest. Në debatin publik janë shfaqur pretendime se protesta po organizohet nga qarqe, në fakt nga vendet fqinje dhe nga qarqet jashtë vendit. Si komentoni ju këto pretendime? Shiko, që protesta mund të ketë nxitje të rrymave të ndryshme, sikush mund të përfitoj. Për shembull, greku thotë që është tokë zvaneti që është tokë shqiptare. E që i them unë grekut. Ka drejtë ndoti. I them unë grekut. Ka drejtë ndoti. Zvaneti është tokë e atyr pe frashë. Ja dhe që atyr pe frashë. Dalja gjyshit. Urdhët. Kjo është atyr pe frashë. Shef. E shoh. Po, e dalja gjysh. Tani, atyr pe frashë, për të shkuar në Berlin, shiti tokat zvanet ortodokse Berat. Që unë kam këtu në Mangalem me emër ikonom. Dhe ata atje e kishin tokë beri ikonom. Pra shumica e zvanetës nga një ikonom. Ndërkohë ka dhe i madhi Vlora, Mehmet Bej Vlora. Ka dhe i ka toka në zvanetës. Pra, këto me shqitarë. Atëherë ky grek që pasi kërkon ato finiq, që s'ka qenë kurrë, e tirive nuk është kurrë, e tirive nuk është pra. Si mund të shkruaj zvanetsi nga Imara, të jetë minoritet, kur tokën e ndan me shqitar, është zvanetsi ka Imara ka Delin, ka Saranda ka Qamrin mbrapa. Mund të jetë minoritet vetëm ata pjesa e tiror dhe kuptime alternativ, thot Sargoni, thot Kitlidi, me radhë, krisin edhe të gjusht, edhe Pinoqen, edhe Kyçish. Vetëm pjesa në abrati, tej, narta, s'ke narta tjetre, ku narta do thot nga arta. Jam njerëz që të ardhur nga arta e Prevesës. Arta e Prevesës ka qenë qytet shtet kohën e perandorit August. Arta, Albani, Preveza, Albani. Dhe unë kam e 10 arta në lipat e mi, që kam bashkuar historinë. Albani. Andaj nga narta i të boj krepu dhe erdhën, ku erdhën doni revolucioni dhe erdhën në nartë. Lasin partisi se ka qenë kuti për atë që shpërgova kuti me krepu, në Amrakije dhe përndaj në ditë e diqit, sepse ishe në ditë dy zonat. Si aji në Sloveni, ditë e italisht dhe slovenisht. Aji kuti me Trieste, ditë dhe, ose aji kuti në Bulgarisht, ditë dhe Bulgarisht, pra, këtë shumë të rrite. Qa do krepu? Talash të sërë. Të mërënde. Nuk e të kënë njërë së vetër, se këtu shkjallë, dhe vetëm në Kosovë dhe të një të qëta, ka dhe shqipë që ka për tëmë biologike. Ka bërë serbët, në luftën e komuniste, ka bërë tëmë biologike. Edhe mund të ketë të tjetë. Dhe kësë sërbë, që to të ushti, stare serbësë, është Serbia vjetë. Dhe sigurisht e ka endër, që po ju shqetë, duke qenë se të dushti po këtejnë në Dubai. Dushti porti e ka emri Dubai, 3 vjetë të parë. Dhe vjetët tjera do të jetë në Dubai. Atëre, përfundimisht, dushi mbaron si qytet i mirë, kthehet qytet arab, mbi po edhe Sazani qytet arab, Katari, dhe Sazani dhe dushit e si janë pika nevajtike të Kuvajtit, Katari, sushi. Atëre, Semani janë disa pika strategike tona, doja Filani nga Shqipëria, i cili kanë të drejtë të shesin dhe ta, Seman, Pishporo, Karavasaja kanë drejt ashesin. Po qështë Karavasaja? Me panele djellorë. 10 vjetë ka drejt majtë panele djellorë, e me gjithjo për ne, dhe si të kapitit, e të më bërë e pjët. Qështë për ne, panele djellorë, 10 vjetë, shkone tita në Beograd. Energia e heseve, shkone tita në Beograd. Qa titonë? Një që blenë burë. Ke banane dhe jo. Qaj për banane dhe? Provon Afrikania, apo Costa Rica dhe ti ble banane. E njëta që ti ble energi në burë. Provon, ti temin e mërti, si me ece, si me reservuar, si me liqene, si me tubacione ece, ti me temin, edhe provon e energi më shtrejnë. E njëjta i gjepë. I vizitori strategik në burë që këthejet në Dubai, i vizitori strategik në Kuwait, që këthejet në Sazan, që këthejet në Kuwait, që kushtë i shërben të tjera. I vizitori strategik në Zvenet, që në kushtë në Tokajone, e me rafë që për gjeni, qytari njeu që nuk ka si përfitim.
Edhe unë pa të shpëgoj, për s'ka si përvitim nga këtë gjë. Të më nimësëm, të më bëjnë. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar edhe narrativa që lidhen me Izraelin dhe hebrejt, apo teoritë e tjera konspirative. Sa të pranishme janë këto diskurse në protest dhe ekziston rreziku që kauza mjedisore të instrumentalizohet për qëllime tjera, të themi idenë e antisemitizmit ndër shqiptarët si popull që kanë mbrojtur izraelitët. I dashur, kauza mjedisore nuk është ekziston aty, sepse rasti shqiptar nuk ngrihet sigurisht edhe për pelikan, kaçurel, edhe për flamingë. Doli nga shitani nga shish. Doli shitani nga shish. Sigur që është çështje mjedisore. Nuk ngrihet të mbrojë pelikan, sigurisht do mblesha për qesë do kisha një qeveri të arsysh. Do i thosha kujdes si Gjerman, bëj kujdes ka pelikan. Iku pelikani. Iku zonë e mbrojtur, vlla. S'ka bëjmë zonë mbrojtje. S'kryej si këta për zona mbrojtje. Na i kanë zënë gjitha zonat e mbrojtje. I kanë spogluar. Iku dhe zonat publik. Ajo, që tash det, tokë, rrë, tunë. E zhu dhe atë. Atëre ti ke kufite i të larë që po të shqitë. Izraelit është vërtet është nxitje, e besoj. Sepse në 35-ën, Izraeli ka pat marrëveshje me qeveritë e Rothschildit në atë kohë, edhe tani, se Rothschildi loj tani. Rothschildi e nxit Kushneri, që të blej, apo të blej qendra, që quhen tip asociacione ose enklav, që bëj enklav. Aja të do. Pra, po këtë që punë, apo këtë Izraelit, në 35 ka pak program që të bëni një Palestinë të dytë në Shqipëri. Soku bredi e odi poshtë, e marrëveshje e tillë, që soku nuk e pranoi. Pra, po edhe kështu mund të dhe Izraeli kërkon bëj tokë të Palestinë, tokë të Arabë, tokë të Izraelit. E ka të shi. Që është vendim i kërkuar më. Vjen dikush një pinjoll i ashpër i komunizmit, që si Zoti Rama, edhe vjen e shtet tokë, edhe pa leje. Dhe pa të smarit publikut, pa të këshire publikut, dhe shet. Profesor, ju përmendet në fillim të kësaj bisede, përmendet edhe faktin që pjesë e investimit, apo ashtu siç na paraqitet është edhe familja Trump. Ajo në diskursin politik shqiptar ka një shqetësim që sikur duan të thonë se dikush është duke e keqpërdorur këtë agjend, këtë pakënaqësi qytetare shqiptare në një mënyrë për të nxitur anti-amerikanizmin në Shqipëri. Ka elemente të duhet na shqetësoj ky fakt neve? Po ta thashë i gazetari nderuar, që ka elemente edhe mund të ketë, sa serb, sa grek, sa amerikan. Mua më keq që ndodh në Amerikë, sepse kemi qenë vllatë e ka shpëtuar 2 herë. Një herë në 1990 ose 20, edhe një herë në 1999. E kemi vllatë madh. Por që të vijë vendri, ti nuk e dëgjuar ndonjëherë për gash departamenti amerikan i shtetit në këtë marrëdhënie. Dakor? S'ke dëgjuar ndonjëherë. Ti ke dëgjuar kusht. Dhe son in law. Çfarë? Dhe kusht dyert atë. Pra nuk është politika amerikane kjo që ndodh ti. Edhe unë po nxitem që të mbajnë qëndrim, po ta mbajnë dhe ndaj vllajt ma. Që s'u mbajnë ma, pa kanë futje, do ta mbajnë. Po që duash. Mund të ta mbajnë, sepse sa dua vendit, Shqipëri nuk dua vllanë ma. Nuk dua as grek, as serb, tomatet mirë, serb. Që kur erdhi Luçi, ai lavi luftonte me takije dhe syla, luftonte me ftep, dhe mos vij. Luftonte me ftep. Edhe thoshe Pashiq, breti, Serbis, si ka mund t'illu, edhe lufton në nkem. Lavi në Lushje, lufton të nkem. Gjyshi im, që organizoi kongresin e Lushjes, gjyshi im, dhe kunati t'i dha shpinjeve, në Lushje që fuka, kunati, gjyshi është fuk, gjyshi që dorë, kishe 200 ushtarë që paguante me 70 në përgona për bote kongres. Edhe gjyshi e përqoli sobër, ministri dhe Brëndshëm, që u drop, dhe në shkumbrim, e tjera. Pra, kam forcë të madhe nga preardja,
por ama ata luftuan me këtë pis, edhe me antenë, që të gjonte sot. Edhe ai u trem mbretin i Ashit, u trem si ka mundësi doktorit të kemë, doktorit pa ngurojnë për të botur të tokë. Atëre, në këto kushte, të bordëm, shtegë e parejëm, ti ke... Nuk keni, profesor, nuk keni dëroj që realisht se shqiptarët kanë luftuar, ky është fakt. Por çlirimi i Kosovës erdhi pasi vendosëm një aleancë me Shtetet e Bashkuara. Nuk keni dëroj që mund të izolojmë dhe fqinjit tanë, grabitqar mund të përdorin këtë grinjë që mund të kemi ne me aleatët? Unë nuk shoh grinjë më dha, se populli shqiptar 97% do Amerikën pra. Por në rastin Kushner, Ballajiti është edhimshme, ai thot, ty Edi Rama ta që do bëj një investim me elite, do kohë thot ka bërë ishull nga punë. Ky ishull provoi një luftë në 1920. Dhe frënjatët që provuan atë luftë i vranë edhe moralisht italianët, sepse kur e kapte robën italiane trajtonte si një rob sot. Edhe luftuan me dy vete, luftuan edhe me sfurk, edhe me spat, si s'kishin armë. Atëherë ky ishull, sa 100 vjet, për 100 vjet e bie gjysmë. Edhe kokën ti që bie Taja i babait tim, Ismail Bey Shehaj, në Amalasi i Tepelenës. Ka luftuar me Saddam Hussein. Atëherë, si mund ta bësh gjakun unë? Pse i bie? 100 vjet më. Ore e kam, kur kam qenë 50 vjet e ky Taja i babait, në Tepelenë. Ka rojtur derisa isha unë 15 vjeç. Pra, e kam si gjallë pra, unë tek, çka di ti sot. Pra, kjo Shqipëri që ka luftuar për ta mbrojtur. Tash vjen një dhëndër, edhe e do për qëllime që nuk e do as për vete, për sekser, për t'ja u falë arabëve, po arabët e duan për qëllime sioniste, që gjitha janë përzjerën. Edhe tu janë marrëdhëniet të ndërleshura, fillojnë. Rusi, që ka krijuar kompani me 1 euro në Hollandë. Është Bullgari që e pajtuar nga Rusi. Është një shqiptar i cili ka bler tokat që nuk ka mundësi të ketë blerë në të rregull, nuk ka mundësi se nuk ekziston pronë. Ky shqiptari ka përgjithësuar një tjetër person, u bën katë. Është hipoteka e Vlorës e futur në krim, se zoti kryeministri e mori dhe puni në Tiranë, u bën 5. Vazhdojmë, aty nuk dihet kush është përfituesi. Gjeni Shifsheu, u bën 6. Toka rezulton me shit, u bën 7. Aty interesa grek, i e toka ime, ster. Interesa serb, e tham, tursi i vjetë, serb, u bën 9. Janë bulgarë, se kompania që përkonë është bulgarë, e për të rusë, që është me Ullam. Vazhdojnë, janë interesa me Amerikë, Amerika nuk është prerë. Amerika, dhe parlamentin Amerikan, apo i presidenti Trump, nuk është prerë. Dhe aty të shi vjetë, ajo që thuat gazi lëngshëm në Vlorë, është rëndimshëm. Gazi lëngshëm, ne e mbrojtë në Vlorë në 2005, që nuk përtohet të një citë në Vlorë, dhe për industriale. Në shi se do bërë, se ne që është një qimu në Vlorës, atë do bësh industriti, apo do bësh turizm. Ujtë apo tele, do duaj me brojnë bashkë, ujtë ku me tele. Atë që u Vlorës, se në gjithë ndurës, nuk përnojnë breta industriale, që një ambasadore e Amerikës, e një fund, vjerë dhe detoronë Rama të bëjnë marrëveshje me Greqin, në kazin e lëmsëm në Vlorë. Por ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit, presidenti Amerikan, nuk kanë firmë në të projekt. Po ne na u falë që është projekt Amerikan, jo që s'e nga Amerikë. Edhe këtu, edhe kujtime që është plan Amerikan kjo, a ju mundoj njësë si gjanë të Trump. Ti ke kushtin dhe kotën, ti nuk e Trumpin, apo të pak të astantin nuk kishe dash Departament of America State. Nuk e ke. E qartë. Profesor, çfarë prisni të ndodhë i javëve të ardhshme? Mund të reflektojë qeveria? Shko, komunistat kanë 5 falime të vëllatit. Nuk pranojnë gabim, nuk thonë kur më falë, në lënë dobi që i nderë, janë të pa punëshur në poshtësit e tyre, nuk kanë punë në poshtësit, komunistat nuk kanë punë në poshtësit, edhe këta janë të shepë, të njohë, njipë e atyre. Atëherë që si pushtet ideologjik, tani kanë pushtet ideologjik dhe ekonomik. Unë më kundërshtojnë, në gjithë se unë bëjë 3 gjera në një për vendin, 3 gjera. S'kam gabuar kur,
s'kam vjedhur kur. Jam I vetmi pedagog që s'ka kërkuar 100 lekë nga student. Dhe thonë çfarë duam? 100 lekë. Akoma ma falënderime nga familjar që ma ke mbajtur gocën si princeshë, dhe sot pjesë. Unë jam ai dhe kush? Më ka patur gocën time Bora. Ose marrë më parë, po pojë. Sepse si punë sa kam patur 2000 goca në tim. I kam kriju, I kam themelu, I kam ngritur si njerëz. Dhe s'ka kërkuar kur. Pra, në gjithatë, po të shofësh, ka plot që jo nuk duan, unë duan të tjetë, duan të tjetë, më orej, pse? Se më bërë Shqipëri. Ate, këta janë o komunista, o katrore, burgosur Turq, apo burgosur Arab, ardhur nga Arabia, këta thonë. Kryja, në kuptim, shpirti protestës, s'ka do sa dorë, ka nuk e vrasin do. Ka shumë shqia, ka shumë pro-ser, pro-grek, pro-qiput, të skashëm pro-amerikan, gjoja për bërë të rrëve. Unë jam pro-amerikan, unë s'kam frikë Amerikan. Unë e të bërë, jam pro-amerikan, unë s'kam frikë e kur nga bojë. Jam vetëm shqiptar. Profesor, jemi krejt në fund të bisedës. Çfarë mesazhi keni për qytetarët që mbështesin protestën dhe ata që janë të rezervuar? Bravo. Shqiptarëve, protestus, I kujtoj thuprat e Skënderbeu, të para, thuprat, dhe shumë e rëndësishme, thupra, të jenë eklektik, të pranojnë shumë, të pranojnë që mendin që ka, e tyra, mos kemë përqarje, po thupra është ajo që mos kemë përqarje, të pranojnë të vjetër, të mesëm dhe të ri. Me tërte është rinore, po një energji, edhe numi kur vjen si gru, si lau, thotë të vizjeni, me kemi të mizinjane. Ajo lau, pasi të vulkani, si kërë vulkani që po tenë. Po ajo është lava ajo që tjekë. Pra, është energjia rinore ajo që do tjekë. Por, lava është shumë dyshë, edhe rinja më pranoj shumë dyra për nga vetës. Por në fundit, duhet të kombinoj energjin fizike të sajnë me energjin mendore, që është mosha akademike, profesorëve, 20-50 gjatë vjetës, bile e kombinuar dhe me energjin shpirtore që e kanë të vjetë, 70 vjetës, 30 vjetës si punë e inë, që e kanë. Kur po kombinuar të tre fryma, fizik, mendor, shpirtor, e ta është një vëm tjetër që një popë, nuk e di jo popë tila, po një popë atlet, ka përgjeu nga 79 vjetë, në i vjetë 20 vjetë për para, të mund lojët olimpike të një në Meksik duke, dhe aji ka përgjeu 89 vjetë, 1 metër, në këtim si gjatë. Dhe u logarit që ka mund që 1 metër për një rekord. U logarit që ajo që quhet ideali shpirtëror, me mendore, fiziku, për shkuar në indi, që të gjojnë një njërë pas ka gjojnë sejti. Ka frymë shpirtërore në kundin e vetë. Ka në kundin e vetë frymë fizike, ka në kundin e vetë frymë në energjisë. Të treja ti u bashkuar në indi, edhe aji ka përgjeu, pra, që se bashkohet për të frymë, shpirtore, mendore dhe fizike, ajo do jetë një dhe dyra, pregatiten për paravaqinë. Nuk kalon kjo në punën e kamës, si që kemi në sot. Nuk kalon. Rrethohet kryeministria, rrethohet parlamenti, detorohet, ajo do ketë plasë. E po kjo është. Atë e doni që ta bëni me të ri. Do e tuan të ri, energji. Nuk kjo është energji. Po ata që janë të rezervuar, çfarë ju thot? Si rezervuar? Ata që nuk mbështesin protestën. Ata që nuk mbështesin protestën. Ata njerët ka kemë për turë që nuk mbështesin fëmijët e tyre. Si që se janë 80 veta, 100 veta, atje, erë 4, i thonë ka 100 veta, kundra. Edhe ka 100 që putin ekranit, mund si dalë Tiranë, atët putin së banë. Për shemë pata i të banë me atë Alpatros. Njëri, qatë temë. Baja për zënë goja tjera. Edhe shqiptarët putin balë. Pra, ka shumë njerëz që po nuk dalin protest, aman e duan. E duan, kanë prit, s'ka djallë të punë bashkje, kanë kocë në punë qeverie. Po është njëti ka pas gjysh partizan. Nuk e dje një partizan shqiptar, Badovran, Sara, 100 partizan, jo partizan, nacionalistat Kosovë. Nuk e dje i gjyshi që e ka bërë Kosovë. Nuk e di, se ta mëson historie. Ne kemi mësuar histori tjetër, së pratë. Ne nuk kemi mësuar që Dušan Gogosha
para se të prisë partisanti përdoronte pasaj i rrisë. Nuk e mësuar. Që nga di Popovici vrau 83 veta për një ditë. Me e koncept e ato që suan testikull e pol. Nuk e di njeri. Leto këtë Gjelar Saraleskëm, e të thot a i gjithë. Me me qehu përset, Gjelani përset, dhe Dushani për të ligjë. Shtëri shqiptarë, që ishin nacionalistë apo elit, i mërë të i disë. Me e koncept e pol. Po janë krime pa fund që kanë përset. Dhe shqiptari mësoj për e shparë krimi, mësoj në sërbë. Ata janë, se ne nuk i kemi kanun të bëjnë krime kër e kanë në rovë të tjetë. Pra, unë mendoj që këta protestës do të pranojnë, sigurisht, shumë Arzaili, do të pranojnë të vjetër, do si të marrë rast që ti nuk pjesat e tjetë nuk e drejtë flasë. Edhe unë përndaj nuk flasë. Përndaj unë vrejt atje, për nuk flasë. Gjithë dhe në njeri të tje plasë. Unë me në gjithë, unë shqe maganë. Të rritë dhe në atje, unë shqe maganë. E shqema kanë. Mora plastik, dorë, e shqema kanë. Dekor? Edhe të libën e para, Allah pa ikonisë, Allah pa normë. Qa keme mund? S'kam qenë kur i politikës. S'kam vjellu kur. Kam suar me mira student. Kam pasur zyrë me mira goca tjetë të rritë që kam suar tjetë për Shqipërinë. Qa kemi me mund? Një më të pasur për që turnë, ka dhe të kratë. Ka dhe psikologi turnë me e psikologi popë. Ka dhe psikologi turnë. Desët, ku nga kryqoj Krishtë, desët, pra, moment, delikat, do vemi kohën që sot një rama për qapi të reqen, po në këto dojtë Gandhi, nuk e dojtë vektor për plasja fizike, po të mbajtë të edhe rinë, atjet për gjoksi mu vete. Dhe unë i pëjthirje, gjithë moshës 70 që janë për probleme së mundje, që e ti shumë e me kancer do dhe si jashmoj, të rrida tjetë, në përbalë të rrida t'i parë. Të rrida t'i parë. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Shumë suksese. Faleminderit. Ndiqni, pëlqeni, shpërndaj dhe komentoj që kjo video e rëndësishme të shihet nga më shumë njerëz në internet.